Kapitulli 8. Kur Jezui zbriti nga mali, një turmë e madhe i shkoi pas. Dhe ja, një i lebrosur i u afrua dhe i ra në gjunjë e i tha: O Zot, po të duash ti mund më pastrosh. Jezui shtriu dorën, e preku dhe i tha: Dua, pastrohu. Dhe ai u pastrua menjëherë nga lebra. Jezui i tha: Mos i trego njeriu, por shko paraqitu te prifti dhe kushto dhuratën që ka urdhëruar Mojsiu. Kjo do t'u shërbej si dëshmi. Kur Jezui hyri në Kafarnaum, i u afrua një centurion dhe i u lut: O Zot, shërbëtori im dërgjet në shtëpi i paralizuar dhe po vuan shumë. Jezui i tha: Do të vij ta shëroj. Centurioni i tha: O Zot, unë nuk jam i denjë që të hysh në çatin time, por thuaj vetëm një fjalë dhe shërbëtori im do të shërohet, sepse edhe unë jam në urdhrat e prorëve të mi dhe kam në vete ushtar. Kur i them njërit shko, ai shkon, dhe kur i them tjetrit eja, ai vjen. Kur i them shërbëtorit tim bëje këtë, ai e bën. Kur dëgjoi këto fjalë, Jezui u mrekullua dhe u tha atyre që po e ndiqnin: Me të vërtet po ju them, se nuk e kam gjetur një besim kaq të madh tek asnjëri në Izrael. Prandaj po ju them se shumë do të vinë nga lindja e nga perëndimi dhe do t'ulen në tryez me Abrahamin, Isakun e Jakobin në mbretërinë e qiejve, ndërsa bijtë e mbretërisë do të hidhen përjashta në errësirë, ku do të ketë vajtim e kërcëllim dhëmbësh. Pastaj i tha centurionit: Shko dhe u bëft sipas besimit tënd. Dhe shërbëtori u shërua në atë çast. Kur shkoi në shtëpinë e Pjetrit, Jezui pa vjehrën e Pjetrit që dërgjej në shtrat me ethe. Ai i apreku dorën dhe atë e la në ethet. Atëre ajo u ngrit që t'u shërbente. Në mbrëmje sollën tek ai shumë të pushtuar nga djalli. Me anë të fjalës ai dëboi shpirtrat e ndyrë dhe shëroi të gjithë të sëmurët, që kështu të përmbushej fjala e profetit Isaia: Mori mbi vete dobësitë tona dhe mbarti sëmundjet tona. Kur pas se ishte i rrethuar nga një turmë e madhe, Jezui urdhëroi të shkonin në bregun tjetër. Një skrib i u afrua e i tha: Mësues, do të ndjek kudo që të shkosh. Jezui i tha: Dhelprat kanë strofka dhe zogjtë e qiellit kanë fole, ndërsa biri i njeriut nuk ka as ku të mbështes kokën. Një tjetër, një nga dishepujt i tha: Zot, më lejo të shkoj të varros më parë timat. Por Jezui i tha: Ti më ndiq mua dhe leri të vdekurit të varrosin të vdekurit e tyre. Pastaj hipi në varg i ndjekur nga dishepujt e vet. Dhe ja, në liqen u ngrit një stuhi e madhe, aq sa varka u mbulua nga dallgët. Ndërkohë ai flinte. Ata ju afruan, e zgjuan dhe i than: O Zot, na shpëto se po mbytemi. Ai u tha: Përse keni frikë o besim pak? Atëherë u ngrit e qortoi errat dhe liqenin. Pastaj u bë bunace e madhe. Njerëzit të mahnitur i than njëri tjetrit: Kush është ky që i binden edhe errat edhe liqeni? Kur arritin në bregun tjetër në vendin e Gadarenëve, i dolën përpara dy të pushtuar nga djalli që erdhën nga varrezat. Ata ishin aq të egër saqë askush nuk guxonte të kalonte asaj rruge. Dhe ja, ata filluan të bërtisnin e të thoshin: Çfarë kemë ne o biri Perëndis? Ka ardhur të na mundosh para kohe? Jo larg tyre kulloste një tufë e madhe derrash dhe djajt i u lutën Jezuit: Nëse na të bon, na dërgote kjo tufë derrash. Ai u tha: Shkoni. Atëherë, pasi dolën, ata shkuan te derrat dhe tërë tufa u hodh nga humnera në liqen e u mbyt në ujë. Ata që ruanin derrat u ambathën këmbëve e shkuan në qytet që të tregonin për të pushtuarit nga djalli dhe për gjithçka ndodhi. Dhe ja, i gjithë qyteti i doli para Jezuit dhe kur e pan, i u lutën që të largohej nga krahina e tyre.